Shikues të nderuar të Alpo Televizioni u përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Një prej problematikave më shqetësuese mjedisore në zonën e Palokastrës në Gjirokastër mbetet ndotja e lumit nga veturinat e shumta të hedhura përgjatë gjithë shtratit dhe brigjeve të tij. Një prej problematikave më shqetësuese mjedisore në zonën e Palokastrës, fshat i Gjirokastrës, mbetet ndotja e lumit nga mbeturinat e shumta të hedhura përgjatë shtratit dhe brigjeve të tij. Ajo që dikur ishte një rrjedhë ujore e pastër dhe një pasuri natyrore për banorët, sot në shumë segmente është kthyer në një vend grumbullim mbetjesh. Gjatë vëzhgimit në terren, dallohen qese plastike, shishe, materiale inerte apo mbetje shtëpiake dhe lloje të tjera mbeturinash të shpërndarja përgjatë lumit. Situata bëhet edhe më problematike përgjatë rreshjeve, kur mbetjet transportohen nga rrjedha e ujit dhe përhapen në sipërfaqe më të gjera, duke ndotur mjedisin dhe tokat përreth. Banorët shprehen të shqetësuar jashtë kamerave për qëllim duke theksuar se mungesa e ndërhyrjeve për pastrim dhe mosnëshkimi i ndoncëve ka bërë që problemi të përkeqësohet nga viti në vit. Sipas tyre lumi po humbet funksionin dhe vlerat natyrore që ka patur dikur. Ndotja e vazhdueshme e lumeve dikon jo vetëm në ekosistemin lokal, por edhe në cilësinë e ujrave, biodiversitetin dhe shëndetin publik, ndërsa kërkohen masa konkrete për pastrimin e zonës, monitorimin e vazhdueshëm dhe ndërgjegjësimin e komunitetit. Institucionet përgjegjëse flasin shpesh për mbrojtjen e mjedisit, por pamje të tilla tregojnë një realitet krejt tjetër. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme përpara se ndotja të bëhet e pakthyeshme dhe lumi të humbas plotësisht identitetin e tij natyror. Jemi në këto momente me zhvillimet kryesore nga vendi. Pazari i karakteristik i Gjirokastrës u kthye në një atraksion të veçantë për vendasit dhe turistët, ku makinat retro morën vëmendjen e qindra vizitorëve. Automjetet e koleksionit të ruajtura me kujdes në vite u ekspozuan në zemër të qytetit historik, duke sjellë nostalgji dhe duke rikthyer atmosferën e dekadave të kaluara. Pjesëmarrësit thanë se evente të tilla ndihmojnë në promovimin e trashëgimisë kulturore dhe turistike të Gjirokastrës, duke tërhequr më shumë vizitorë vendas dhe të huaj, si një alternativë për të shijuar diçka ndryshe. Prej 3 vitesh bëj pjesë në drejtuesin e kësaj organizate, jam marketari i kësaj shoqate. Sigurisht makinat e epokës historike ndahen makinat e natyrës para luftës dhe pas luftës. Natyrisht për të ardhur në Shqipëri, siç mund ta shihni, pothuajse gjitha makinat tona janë të periudhës pas luftës, sepse kemi zgjedhur të vim këtu me makina më të besueshme për shkak të rrugëve që dihet si janë. Jam i lumtur që rikthehem këtu në Shqipëri. Është hera ime e 4 dhe besoj se tashmë kam shkuar pothuajse kudo. Nuk kisha ardhur më parë këtu në Gjirokastër dhe duhet t'ju them se mbeta i mahnitur nga kjo pamje mrekullueshme. Është shumë i lidhur me Shqipërinë, sepse stërgjyshi im ishte i lidhur po ashtu me Shqipërinë dhe ekziston një lidhje mes breshjes së Kalabrisë dhe Shqipërisë. Prandaj sa herë që vi këtu jam i lumtur, urime dhe përgëzime për çdo gjë. Ndërsa për sa i përket makinës time, ajo është një Alfa Romeo e vitit 1980. Është makina më e re në koleksionin tim, më e reja në koleksionin tim sepse po bëjmë një udhtim prej 1000 kilometrash dhe siç e dini, edhe komoditeti është i rëndësishëm. Jemi një grup ndërkombëtar të bëjmë pjesë në Rotary International. Çdo vend ka organizatën e vet Rotary, si në Angli, Francë apo Itali. Ne jemi nga Italia dhe jemi të apasionuar pas makinave historike. Pse kemi ardhur në Shqipëri? Sepse Shqipëria është një vend i bukur, ne tërhiqemi nga Shqipëria, kemi gjetur njerëz shumë mikpritës. Falenderojmë gjithë popullin shqiptar për mënyrën se si na kanë pritur deri më tani. Sot jemi në Gjirokastër, do donim të qëndronim këtu për një javë sepse qyteti është shumë i bukur. Kalaja është madhështore e të tjera si këto, por fatkeqësisht koha na detyron të vazhdojmë më tej dhe më pas të kthehemi në Itali. Kush zotëron realisht tokën shqiptare dhe po tjetërsohet vija bregdetare në shkeljet të hapur të ligjit. Një debat i nxehtë juridik dhe politik ka kthyer sërish vëmendjen në shënjestër kadastrën e Vlorës për regjistrimin si pron private të hapësirave publike si rreth dhe plazhet. Ndërkohë, një projekt ligjëri që synon të hap rrugën për shitjen e tokës bujqësore tek shtetasit e huaj ka rindezur përballësit mes mazhorancës dhe opozitës. Ku ndeshet ligji me realitetin? Rëra dhe plazhi në Shqipëri janë pronë publike e patjetërsueshme. Ligji i vitit 2020 e thot prerë në pikën 19 dhe 20 në enit 4, këto pasuri nuk mund të kalohen asnjë subjekti privat, por në zyrat e kadastrës së Vlorës ligji duket se ka rënë përpara interesave të larta financiare. Rërë bregdetare dhe plazh janë pronë publike e patjetërsueshme që nuk mund të kalohen në pronësi të subjekteve të së drejtës private. Burime juridike konfirmojnë se përmes skemave të falsifikimit të dokumentave të vjetra, sipërfaqet e tëra rëre janë regjistruar në kartela si tokë ar apo ullishte, duke u tjetërsuar në pronësi private më pas në duart e investitorëve strategjik. Kjo shkelje flagrante
e kodit civil, ka kaluar tashmë edhe në thjerëzën e strukturave të drejtësisë. Por ky nuk është fronti vetëm i debatit për tokën. Një projekt ligjëri diskutuar këtë maj propozon që të huajt, qofshin individ apo kompani, të kenë të drejtë të blejnë tokë bujqësore në Shqipëri. 7 vite pas antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian me një kufizim prej maksimalisht 2 hektarësh brenda një bashkie. Deri më sot, të huajt e kanë anashkaluar ndalimin ligjor duke hapur kompani SHPK në Shqipëri, të cilat si persona juridik vendas blinin trua pas një pengesë. Por ligji i ri pritet të zyrtarizojë blerje direkte, gjë që ka sjellë reagimin e ashpër të opozitës. Fermeri shqiptar sot është më i pasubvencionuar në rajon, pa mbyllur certifikimin e pronave dhe pa i dhënë tapi shqiptarëve. Hapja e tregut për kapitalin e huaj është falimentim për fshatin. Kjo nuk bëhet për integrim, por për të pastruar paratë e oligarkisë në zonat drejtare dhe strategjike. Ndërsa politika debaton në Tiranë për hektaret të afat dhe 7 vjeçare në teren zotëron kaosi, analistët e lidhin këtë situatë me një krizë më të thellë filozofike dhe identitare. Sipas mendimit kritik të ngritur së fundmi edhe në bodimet e reja mbi të drejtën historike, shteti shqiptar paron rolin e tij kushtetues. Ai nuk është pronari origjinal i tokës, por thjesht një administrator i përkohshëm i një trashëgimie që shqiptarët e mbrojtën me gjak dhe fise, shekull përpara se të krijojë shteti në vitin 1912. Nëse shteti sillet si pronar që shet dhe personat që nga ka krijuar vet, kontrata shoqërore mes qytetarit dhe pushtetit thyet përfundimisht. Bilanci mbetet i qartë, ligjet ekzistojnë në letër, por në praktik, si rëra e Vlorës, ashtu dhe arat e fermerëve, poroshasin në rregullat e një tregu të parregullt. Një aksident i rëndë është shënuar në rrugën e bypassit të Vlorës pranë fshatit Kanin. Një automjet i llojit Golf është përplasur me një furgon. Shkaki i aksidentit dyshohet të ketë qenë shpejtësia ose një parakalim i gabuar nga ana e mjeteve. Si pasojë e aksidentit është lënduar rënd drejtuesi i mjetit tip Golf, i cili është dërguar me një herë për ndihmë mjekësore në spitalin e Vlorës, ndërkaq policia po heton për rastin. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim.